se e pyeste profetin për të keqen. Nga frika se mos e prekte, se mos e zinte. Thot, kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Thot, njerëzit e pyesnin profetin sallallahu alaihi wasallam për të mirat, për veprat e mira, kurse unë e pyesja profetin sallallahu alaihi wasallam për të keqen, për gjendjet e këqija, për trazirat, për ato që sjellin të këqija. Nga frika se mos më prekte, se mos më zinte e keqja. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin faja'ana Allah bi hadha al-khair. فهل بعد هذا الخير من شر؟ Thashoj i dërguar Allah, ne kemi qenë në jahilijet dhe në një periudhë me të këqija. Jahilijeti është periudha e padijes para dërgimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur kishte pllakosur shirku, kishte përhapur padrejtësia, njerëzit bënin punë të këqija, nuk e njihnin Zotin, fenë e tij, nuk e njihnin rrugën e tij, nuk adhurojnë Allahun vetëm, pa i bërë shok. Pra periudhë me shumë të këqija, shumë larg dritës së Zotit, dritës profecisë. Edhe kjo ishte një periudhë me të këqija, sikur se ka thonë. Thash, pas kësaj periudhe Allahu i lartësuar na solli mirësinë. Solli Allahu i lartësuar profetin, i cili erdhi me shpalljen nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është e mira që u erdhi. Thash, po pas kësaj mirësia, a do të ketë sharr? A do të ketë gjendje të keqe? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, po. Kanë thënë dietarët, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pas fjalën për vrasjen e Uthmanit radhiyallahu anhu dhe trazirat që shoqëruan vrasjen e Uthmanit radhiyallahu anhu dhe pastaj plasën konfliktet. Qultu fa hal ba'da hadha ash-sharr min khair? Thash, po pas kësaj gjendje të keqe, a do të ketë gjendje të mirë? A do ketë mirësi? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, na'am wa fihi dakhanun. Tha, po do të shoqërohet me gjendje të turbullt. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Thash, kush është dakhani i kësaj gjendje? Ajo që e turbullon këtë gjendje të mirë. Tha, qaumun yahduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Do të jenë ca njerëz që nuk udhëheqen sipas traditës time, sipas sunetit tim. Ata do të bëjnë vepra të pranueshme, por edhe vepra të tjera të dënueshme. Ka vepra që i pranon, po ka vepra të tjera që janë të dënueshme. Pra është e periudha e mirësisë kur u bashkuan muslimanët, kanë thënë dietarët, flitet për periudhën kur hoqi dorë nga khilafeti Hasan ibn Ali ibn Abi Talib dhe u bë shkak për bashkimin e muslimanëve, bashkimin e dy kampeve, kampi të Aliut radhiyallahu anhu dhe kampi të Muawiyes radhiyallahu anhuma. Ndërsa për ata që nuk udhëhiqin sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe bënin punë të mira por edhe të tjera të këqija, profeti kishte fjalën për guvernatorët, për drejtuesit me të ndryshme, cilët kishin probleme, nuk ishin gjithë të pastër. Qultu fa hal ba'da hadha al-khair min sharr? Thash, po pas kësaj mirësie, a do të ketë një periudhë me të këqija? A do të ketë gjendje të keqe? Qala na'am, tha po. Du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum qadhafuhu fiha. Athan ka thirrsa në portat e zjarrit të xhehenemit. I ftojnë njerëzit për xhehenem. Kush ju përgjigjet, ata e çojnë zjarr. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Thash, o i dërguar i Allahut, na i përshkruaj këta ftues, këta thirrës në të keqe, në zjarrin e xhehenemit. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina.
tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ata janë nga mesi jonë dhe ata flasin gjuhën tonë. Pra ata janë mesin tonë, do thonë që ata janë musliman, thonë që jemi musliman, ose nduke janë me ne, por se në realitet janë kundërshtim me rrugën tonë. Sash ne përshkruaj ata o i dërguar Allahut, pra tha profeti sallallahu alaihi wasallam që ata janë nga mesi jonë dhe ata flasin gjuhën tonë. Po cilët janë këta thirrësit për në xhehenem? Këta janë xhawarijët, sektet, themeluesit e sekteve, të bidateve, të cilët dolën në ummetin islam. Këta thonë që jemi musliman dhe i përkasin ummetit islam, por ata ftojnë për në zjarrin e xhehenemit, se bidatet e çojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit, Allahu i lartësuar na ruaj. Xhawarijët i konsideronin kafira ata që bëjnë gjunahe të mëdha. Xhawarijët pretendonin se kush kundërshton ligjet e Allahut, kush bën shkelje fetare, ai del nga feja, bëhet kafir. Nuk e pranonin pra shkoqitjen që kishin sahabët në lidhje me domethënë kundërshtimin e ligjeve të Allahut të lartësuar. Kush i beson të lejushëm kundërshtimin e ligjeve, ai bëhet kafir. Kush nuk e beson të lejushme, ai konsiderohet gjunaqtar i madh. Dhe vepra e tij është kufër i vogël. Dolën edhe rafidhit, të cilët shanin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ata se pranojnë sunetin e profetit, kanë shumë devijime. Dolën kaderijet, të cilët mohojnë kaderin e Allahut, xehmijet që mohojnë cilësitë e Allahut, mohojnë atributet e Allahut, siç është lartësimi i Allahut të lartësuar mbi arsh. Ky grup i keq. Kanë dalë sektet e sufizmit, të cilët kanë ngrit tyrbet, kanë ngrit kultin e evlijave, i lusin përveç Allahut, kanë shumë devijime të mëdha. Dolën murxhiet, të cilët nuk i vlerësojnë veprat, thonë që veprat nuk janë pjesë e imanit. Pra dolën shumë devijime, shumë sekte në ummetin islam, dhe këto çojnë në zjarrin e xhehenemit. Profeti pra i po i tregonte Hudhaifës dhe kush janë të këqijat për të ruajtur prej tyre. Qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Qultu thash o dërguar Allahut, nëse unë do të arrij atë kohë, për çfarë më urdhron? Qala talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Më tha profeti sallallahu alaihi wasallam, duhet kapesh pas xhamatit muslimanëve që ecën në rrugën e Kur'anit dhe të Sunetit, që është në hak, në rrugën e Kur'anit dhe të Sunetit. Dhe gjithashtu të kapesh pas imamit. Nëse xhamati muslimanëve kanë një imam, kanë një prijës, qoftë nëse bën gjunahe ky, qoftë nëse kundërshton disa çështje ligjet e shariatit, bën gjunahe. Mirë po, është musliman edhe e kanë zgjedhur muslimanët, i kanë dhënë besën si halife, atëherë është detyrë që muslimanët i bindën atij, po jo në gjunahe. E kemi fjalën pra për prisin musliman. Me ju bind, po jo në gjunahe. Ne ka thonë, kapesh pas xhamatit edhe imamit që e ka ky xhamat, prisit, halifes që e kanë ata. Dhe të mos bësh pas xhawarijëve, pas grupeve që ngrenë krye dhe dalin kundër prisit muslimanëve dhe përçahen nga xhamati i muslimanëve, se bidatet i përçajnë muslimanët, sektet, devijimet i përçajnë, ndërsa të kapurit pas Kuranit dhe Sunetit është ilaçi, i bashkon muslimanët. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që më u kap pas xhamatit që ndjek Kuranin dhe Sunetin që është në hak, dhe me respektu prisin, khalifen, të parin e muslimanëve. Thash, qultu ya Rasulullah, fa in lam yakun lil muslimina yawma idhin jama'atun wala imamun, fama ta'muruni. Thash, o i dërguar Allahut, po në qoftë se në atë kohë muslimanët nuk do të kenë bashkësi, xhamat, dhe as prijes,
Si duhet bëj? Për çfarë më urdhron? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam fa'tazil tilka al-firaqa kullaha walau an ta'udda bi asli shajaratin hatta yudrikka al-maut wa anta ala dhalik. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam largohu nga të gjitha ato grupe. Pra në qoftë se s'kan xhamat, muslimanët s'kan për hir, atë largohu nga të gjithë grupet. Dhe qoftë edhe duke shtrënguar me dhëmb rrënjët e një peme. Me kuptim, profeti ka pasur për qëllim domethënë që qëndro tepër larg grupeve, partive, sekteve. Në kohën tonë nuk kemi xhalif. Prandaj muslimani nuk duhet bëhet fanatik i asnjë grupi, asnjë partie, asnjë klani. I përket domethënë muslimanëve, i përket atyre që ndjekin Kur'anin, Sunetin dhe sahabët, rrugën e selefëve të këtij ummeti, jemi në rrugën e Sunetit, edhe ruhemi nga përçarjet në fe. Ruhemi nga ata që formojnë grupe, që formojnë klane, që bëjnë parti, edhe zgjedhin një të parë, e kërkojnë që njerëzit u binden në gjithë shka, dhe kush nuk u bindet të largojnë nga grupi i tyre, dhe parimin e miqësimit dhe të armiqësimit, ata e kanë në bazë të sektit, në bazë të klanit, të grupit, të partisë, apo të organizatës së tyre. Ne qëndrojmë larg, domethënë, përçarjeve të tilla. Prandaj edhe në ajetin e Kuranit që kam cituar në ditët e shkuara, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë en aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Përmbajuni fesë tauhidit, bindjes ndaj Allahut, rrugës së drejtë dhe mos u përçani në fe. Dhe në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me u larguar nga ata që sjellin përçarje në fe, nga grupet, nga sektet, nga bidatet, nga klanet. Nuk duhet bëhet fanatik muslimani, një hoxhe, një sekti, një grupi, një partie. Për këtë na ka këshilluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpëlbej me të mira. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.